Kurse e dini seanca nuk dha rezultat as sot. Ende jemi në pritje ndonjë zgjidhje për me dalë nga kjo gjendje. Ka pas lajme se mundet mu propozu një kandidatur tjetër sot. Nuk ju thash ma herët se një herë kam paralajmëruar s'doli ashtu. Do të ishte shumë e rëndësishme mu gjetë një kandidatur unifikuese për kryetar të kuvendit. Edhe sikur se kemi deklaruar jemi të gatshëm pa të marrim pjesë në votim, edhe votojmë për një kandidaturë unifikuese. Mes dy propozimeve që keni dhënë? Po, ose tani ekziston një qendrim i opozitës që anëtarët e kabinetit qeverisës Kurti mos me qenë kandidat për kryetar të kuvendit, pra ekzekutivi, po ka shumë të tillë që i kishin dhënë votën. Çfarë pritni nga takimi i sotëm me presidentën? Mirë është se po ndodh një komunikim i tillë i parë, tash lidhur me gjendjen e krijuar, edhe kuptohet ne do t'i japim ato ide si muj me dalë nga kjo gjendje. Ju e dini që angazhohem për qeverinë e opozitës, pra të shumicës dalur nga zgjedhjet e fundit. Nëse gjendet një zgjidhje një qeverie kalimtare, ashtu sikur edhe ekziston një propozim, edhe atë e shërtojmë. Pra nuk jemi që të mbetet gjendja e bllokuar në pafund, sikur se jemi tani. Ndërkohë, sikur që dini, ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese, dhe këtë së bashku me partitë opozitare, PDK, LDK, edhe kemi kërkuar vlerësimin e kushtetutshmërisë së procesit të deritashëm në kuvend. Pra, përfshi edhe votimin e fshehtë ose vendimet që kanë pasu. Ekziston besoj një bazë mirë që gjykata kushtetuese jo vetëm të zgjidhë ngërçin tash, por edhe të krijon një normë ose të nxjerrë një normë që do të ishte zgjidhje e përhershme, pra që të mos arrijmë në situata çfarë jemi tash. Ndëgjoj shumë debatin se kush po bllokon, edhe po bëhet përpjekje e madhe me shpallë fajtori, lutem, ai që e kandidon një kandidat, ai është përgjegjës për me gjithë votat. Edhe votat nuk merren me zor, me diktat, po merren me bashkëpunim, me kujdes, me një kandidaturë unifikuese. Edhe ende pra edhe sot, sikur se na u kish propozuar një kandidaturë unifikuese, ne kishim dhënë votën sot. Zotëria Haradinaj, në rast se takimi mbahet të gjitha partitë bashkë, pra përfshirë edhe zoti Albin Kurtin, a do të ulni në një tavolinë bashkë me to, sepse ditë më parë pa të deklaruar që nuk do të ulni në një tavolinë ku gjendet edhe Albin Kurti? Jo kom përgjigj ftesës së presidentes, takimi është me presidenten në këtë rast. Unë nuk e vendosi kush mund me qenë tavolinë, pra nuk kam në një vrejtje këndo që ka ftuar presidentja. Kuptohet, qëndrimet e dini, pozicionimin tim e dini nuk ndryshon.